Prandaj, dijeni se në namaz drejtë, e thërët e zanin, robi Allahu. Hayya ala salah, hayya ala al-falah. E janë në namaz, e janë në shpëtim. Kurse në namaz natë. Thërët kriju si robi. Ajë të thërët. Ajë tonë. A ka dikush që dëmë t'ja fali ati më ka? A ka dikush që është pendu? Ja kam parasysh pendimi. A ka dikush nevoj që t'ja përmbushi nevojat e ti? Që dalimin me sasaj dhe kësaj. Edhe pse që është farzi obligim dhe ti e bën një vepër të mirë me xhamat. Por namazin nafile pas farzit të tretë direkt Allahu për të lidhur me ty. Ai dëshiron që të ketë lidhje me ty. Prandaj o xhamat, ti shfrytëzojmë këtë ornet deri se i në namaz natë. Ta lusim Allahun xhaleshanu pa ndërprer. Mos u mërzit Allahun, nuk mërzitet pse ti e lut shumë. Mos u brengos. Allahun nuk brengos pse ti kërkon. Mos u bezdis, Allahun nuk bezdisën prej teje. Mos u turpro, Allahun nuk turpro. Prandaj lidhu me Allahun dhe kërkon në vazhdimsi. As pak mos u nal. Bëne u nalë, Allahu hidrohet. A i kërkon që ti vazhdimisht jesh i lidhur me të. Dhe a i të përgjigje. Prandaj o xhamat, si që thamë, në xhami vjen edhe hipokriti, edhe ai që punon me kamam, edhe ai që vjen, edhe ai vjen, e lusim Allahun që ta udhëzoj atë. Mirë po ti nëse je në farze dhe ke mbet me vite në farze, nuk e kërkove një lidhje ekstra që të lidhesh me Allahun në nafile namaz, në namaz natë, nuk e kërkove asnjëherë, provoje. Shiko si është të lidhesh me Allahun. Allahu xhaleshanu ashtu e kërkon robin. Nuk e kërkon robin neglizhencë, të ndalet, të tërprohet, të mos kërkoje. Vetëm thot ta kryej obligimin dhe shkoj. Ditën e kiametit kemë pas ata të cilët në namazna shumë kanë pas dobi prej asaj që kanë bërë. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ثم استغفر الله. اللهم